Jemi sërish të së bashku për të analizuar zhvillimet kryesore të ditës, një ditë e cila nis me lajmin se Velia i shkarkoi realistanin dhe ka firmosur nga qelia delegimin e detyrës së kryetares së bashkisë Sara Goxhait, ndërkohë mediat, kolegët, gazetarë thonë që një gjë e tillë nuk është pranuar nga kryesocialisti Edi Rama. Nga ana tjetër kam një informacion tjetër se tashmë Velia i po merret në pyetje në kuadër të çështjes së tij, e cila tashmë ne dim se sa e bujshme është dhe që ka të bëjë pra pikërisht me përballjen e tij ligjore. Dy momente do doja të analizoja me të ftuarit që kam në studio. Para një herë kompetencat ligjore dhe a kemi hyrë në një luftë të ftohtë dhe sa e rrezikshme është dhe çfarë po ndodh me dy partnerët kryesor socialist Erion Veliajn dhe Edi Ramën. Kur jemi, le të themi de facto në pikun e fushatës e bën vetë kryeministri nëpërmjet statuseve, posteve të kur të paktën gjithë Tiranën, po jo vetëm po zëvendëson Veliajn pas asaj se çfarë ndodhi, por po e viziton madje edhe në orët e mbrëmjes dhe kjo na bën themi që jemi në pikun e fushatës. Do të prezantoj më një herë të ftuarit. Mirëmbrëmje, përshëndetje, mirë se erdhe. Jemi me Sami Nezën, faleminderit Neza, kemi Rezart Kthupin, mirë se erdhe Kthupi, dhe nga Partia Demokratike është deputeti Korreshi, cilin e kam me Skype. Përshëndetje Korreshi. Do duhesh shumë zëra për t'i dhënë përgjigje asaj se çfarë po ndodh. Korreshi, ti e ke ndjek të debatin me që jam me Skype me ty ta nis kështu? Patjetër që kam ndjek të debat. Patjetër që patjetër unë shkruaj luftë sot, por edhe 2 standardizime, po 7 standardizime që ka kryeministri. Po të marr rastin për ta filluar, rastin e ish kryetarit bashkisë Lushnjë, i cili u arrestuar nga Spaku. Kryeministri Rama shkarkoi menjëherë. Nuk priti të kishte s'kishte vendim formës prerë, nuk ishte i dënuar, por arrestuar nga Spaku në kuadër të hetimeve që ata kishin ndaj tij. Pra, më pas pati proces gjyqësor të emërat, por kryeministri nuk priti se tha të gjithë sa kanë problematike do vënë në burg dhe do të përgjigjen pra ato modët e fiqshme apo kurrizit. Kështu që ky ishte standardi ndjekur fillimisht prej tij, kurse për të tjerët kemi rastin e Rrogozhinës, në cilën kemi edhe vendim shkallës parë. Unë jam dakord si jurist, nuk më lejon të them që ka një vendim formës prerë, por nga ana tjetër flas për standardin e ndjekur nga kryeministri ose nga qeveria në lidhje me këto ajdutët e vet. E dyta, kemi rastin e Belerit, nëse zoti Veliaj sot vazhdon të firmos nga qelia, atëherë mund të kishte bërë dhe një ai betohem me shkres nga burgu dhe kishte marrë mandatin e kryetarit të bashkisë Himarës, nëse mbani mend për rastin Belerit. Kështu që për mua ka shumë nga këta që janë të arrestuar sot, shumë nga këta që ka kaluar çështja për gjyq, për gjykim, që do të thotë që prokuroria i ka larë duar më së fundi dhe për prokurorinë pavarësisht ata i konstaton si fajtor, pra si shkelës ligjit, e të përgjigjen para ligjit, pra para gjykatës, pavarësisht vendimit formës prerë, por më shqetëson standardi që ata mbajnë ose lufta që ndodh brenda tyre, apo pesha që kërkon të japi për një kryetar të caktuar apo jo. Pra, kur është pro Ramës, kur është afër tij, kur është ajduti i tij i licencuar prej tij, ai do të shkojë në burg dhe do vazhdojë të qëndrojë. Pra, vazhdon merr dënime një pas një, edhe vazhdon jetën e tij për bukurinë në krye të bashkisë. Kurse për të tjerë që ai nuk i konsideron ose i quan të vegjël, i shkarkon. Kjo është standardi që nuk ka logjik në politikë, pra nuk krijohet sot, duhet kishte ndoshta një vendim unifikues apo diçka tjetër për të standardizuar pjesën e qeverisë, që cila në këtë rast merr vendim dhe për shkarkim kryetarësh. Ida, çfarë po na tregon kjo saga sot e këtij komunikimi? Aq informacione sa kemi, që njëri ka një tjetër për referencë për këtë do drejtoj bashkinë, apo i tregojnë dhëmbët, apo hapet një front betejë, luftë e ftohtë? Po, kemi një degradim të marrëdhënieve të Edi Ramës me kryebashkiakun Veliaj, dhe ajo çfarë ne dimnin në prapasken ku drejtorët e bashkisë Tiranës prej javësh po sabotojnë punën e Partisë Socialiste në terren, duke mos bashkëpunuar, duke mos shkuar në mbledhje, 75 drejtorë në të gjithë bashkinë janë tërhequr nga fushat elektorale e PS-s, sot ka dalë në publik, ajo
përplasja shkresore, protokollare, e emërimeve, çemërimeve, sepse Kryebashkiaku Velia është ndjerë i braktisur nga partia në disa momente, në momentin e parë të reagimit të ftohtë që pati në momentin e arrestimit, me tërheqjen e militantëve të bashkisë nga Spaku, më pas rasti i deputetit Gjafaj, i cili shkau goja për të kritikuar Spakun, por kryeministri Rama i tërhoqi veshin atij për t'i dhënë shembull të gjithë partisë. Dhe rasti i tretë dhe më i fundit, që ishte më i rëndi në tërësi, ishte që Erion Veliaj u ndje i braktisur sepse ishte përgjuar në qelinë e tij me dijenin e strukturave të drejtorisë së buqeve për rrjedhoj ndoshta edhe në varësi të ministrisë së drejtësisë. Pra ishin 3 momente, 3 akte që ai është ndjerë i braktisur, i lënë pas dore nga partia dhe ka menduar të reagojë në një formë emërimesh, çemërimesh, që më pas ka sjell ditën e sotme. Dhe Edi Rama njihet me këto lojrat e dekreteve që nuk regjistrohen të presidentit për shtyrjen e datës së zgjedhjeve të 2019 të zotit Meta, që nuk botohen në fletoren zyrtare. Sot emërimi apo çemërimet e Veliajt regjistrohen apo nuk regjistrohen në protokollet e bashkisë, do duhet një palë tre ndoshta më e ftohtë, një institucion si institucionet e drejtësisë që ta hetojnë apo ta sqarojnë këtë situatë. Jemi vetëm në momentet e para, por nga ana politike është diçka e rëndë. Pra një thyrje, një çarje që dëmton shumë Partinë Socialiste dhe majorancën në 52 ditë fushat që kanë mbetur deri në 11 maj dhe do ketë dhe riperkusione elektorale, sepse nuk është pak që kryetari i bashkisë në detyrë të bëhet pengesë për partinë, për bashkinë, për mbarvajtjen e këtyre proceseve. Ta nis me ty, Pajisë Shkëdeneza, edhe ana juridike dhe politika, si e lexon këto tani? Se kushdo nga ne ndoshta se ka shumë të qartë atë se si ndo proceduralisht, ne e dim prezume pafajësisë, por nga ana tjetër, Rama si mund ta pengoj këtë? Mund të ma shpjegosh, ose nëse shpjegon, apo më tej se anë procedurale, a kemi të bëjmë me një tjetër çështje që është ajo që tha Delia, që është çështje politike kjo tani? Jo, kjo çështje mbi gjitha është çështje politike. Nuk ka lidhje me çështjen e ligjit. Ligji i njeh zotit Velia të gjithë drejtat që nga aty ku është, pavarësisht se është i izoluar apo është në një mas arresti, të delegoj kompetencat që ai ka si kryetar bashkie. Vendosin fillim që të delegon tek zonja Aristani, pastaj ka vendosur këtë delegimin ta transferojë nga zonja Aristani te zonja Goxhaj. Është brenda tagrave të tij. Nëse marrin me qenë delegimin e parë, do thotë se delegimi i dytë është i drejtë. Ajo që po ndodh është që duhet marrim gjërat në kronologji është që në momentin që zoti Velia është arrestuar, kryeministri mësyu në zyrat e Bashkisë Tiranë për të uzurpuar atë që do të ishte pozicioni politik i kryetarit të bashkisë, e uzurpoi kryeministri duke shkuar duke bërë mbledhje me nënkryetarit e bashkisë, duke bërë mbledhje me drejtorët e bashkisë, duke thirrur pastaj në shesh gjithë punonjësit e bashkisë për të bërë të mitingun madhështor të 20 shkurtit me punonjësit e bashkisë, që do të thotë ai tentoi të zëvendësonte atë që do të ishte funksioni administrativ i kryetarit të bashkisë me funksionin politik kryetarit të Partisë Socialiste. Dhe këtu fillon ngërçi i madh. Keni parasysh një gjë, zoti Veliaj ka tentuar gjatë gjithë kohës të mbrohet nga pozicioni i kryetarit të bashkisë. Dhe në moment që zoti Rama fillon dhe ja zhvesh edhe këtë aureolën apo pozicionin administrativ të kryetarit të bashkisë, do klemin kushtet kur zoti Veliaj do të ndihet i zhveshur nga ai pushtet që ai mendon që mund ta mbronte përballë një gjykimi në gjykatën e posaçme. Dhe kjo është ajo që kryeministri ka një çast që nuk ka zgjidhje. Kryeministri duhet administrata e Bashkisë Tiranë për fushatën në Tiranë, por ndërkohë nuk mund ta vërë në funksion këtë administratë sa kohë kjo administratë kontrollohet në mënyrë të fortë nga zoti Veliaj. Dhe këtu është konflikti i madh. Problemi është që kryeministri duhet fillojë në moment që pretendon të vërë standarde kushtetuese për Spakun, për mënyrën se Spaku ushtron hetimet apo si gjykoja merr vendimet, duhet fillojë që standardet i vendos për veten një herë. Që të kuptojë që Bashkia e Tiranës nuk është pjesë e pushtetit të kryeministrit, nuk është pjesë e pushtetit që kryeministri ka drejt ta administrojë, pavarësisht se është kryeministri i Shqipërisë apo pavarësisht faktit që është kryetari i Partisë Socialiste. Bashkia e Tiranës është institucion i pavarur, është institucion kushtetues, administrohet nga Këshilli Bashkiak dhe nga kryetari i bashkisë. Dhe kryeministri nuk ka punë fare
Nuk po hym diskutimit sa e ka zhveshur nga kompetencat bashkinë, sa e ka rrudhur kompetencat. Por sot ajo që po bën është po shkon dhe po zapton atë që është një hapësirë që juridikisht nuk i takon. Të kryeministit sot me peshën politike që ai ka si drejtuesi i Partisë Socialiste, po mbyt hapësirën ligjore të Bashkisë Tiranë për mënyrën se ajo duhet vetë administrohet dhe si duhet vetë qeveriset. Dhe ky është problemi që unë shikoj. Është problem shumë i madh. Nuk është. Unë shkova dhe më tej sot në një analizë që pata pak më herët edhe me eksponent të drejtësisë dikur. Dhe ideja është tu që ke ky bashkëpunim i hershëm i dy bashkëpunëtorëve. A mundet që sot që flasim Veliaj nëse i ka hapur luftë socialistëve dhe vetë Edi Ramës ta përdor këtë për t'i marrë në varkën e tij në përballje me sistemin e drejtësisë? E kupton pse e them këtë pra? Ka pasur, nuk ka ndonjë fakt në fakt i cili e mbështet mundësinë që zoti Veliaj të pendohet ose të dëshmojë qoftë në lidhje me gjërat të cilat janë të përfshira në akuzën e fundit, por qoftë edhe me dy hetimet e tjera të cilat mund të përfshinë zotin Veliaj ndërkohë. Qoftë hetimi i inceneratorit të Tiranës ose qoftë hetimi për 5 dëmë, që janë hetime të dyja të lidhura angushtësisht me veprimtarinë e Bashkisë së Tiranës. Por ka një amendje, ka dhe një, si thua, një gosip në lidhje me këtë çështje, sikur zoti Veliaj është i gatshëm për të dëshmuar me gjerë në lidhje me problematikat të cilat janë të përfshira në dosjet e bashkisë, por ndërkohë ka një hezitim, ose si thua, ka një mungesë gatishmërie nga ana e prokurorëve për t'i krijuar kushtet zotit Veliaj në mënyrë që ai të dëshmojë në gjendje të dëshmojë në kushtet të përshtatshme për ta realizuar, për të shkuar me tutje në lidhje me këtë çështje. Natyrisht që konflikti që ka, do më duket qartë tani, konflikti është publik, nuk është thjesht një pamundësi e zotit Veliaj për të drejtuar Bashkinë e Tiranës nga qelia, dhe për këtë arsye zoti Rama përpiqet që të menaxhojë drejtimin e bashkisë. Tani nuk është më kjo, nuk qëndron më si arsyetim. Ky arsyetimi është zoti Rama kërkon të menaxhojë Bashkinë e Tiranës për t'ia hequr nga duart zotit Erion Veliaj. Tani jemi shumë të qartë, domethënë ka një konflikt midis tyre, ka një gap në marrëdhëniet e bashkisë me qeverinë dhe ajo çfarë ngelet tani në çfarë të ndërton me dyshje të mëdha është cila është arsyeja që zoti Rama është kaq këngulës në marrjen e drejtimit të Bashkisë së Tiranës. Unë e kuptoj që një prej arsyeve mund të jetë arsye elektorale. Por mu nuk më duket se është kaq që nuk është i vetmi argument. Sepse ai mund ta aktivizojë në fushatën e tij elektorale Bashkinë e Tiranës ose strukturat e Bashkisë së Tiranës në mënyra tjera, pa qenë nevojshme për të shkuar dhe për të marrë leadershipin e bashkisë. Për shkak se të gjithë ata drejtorë që janë aty ose një pjesë e mirë e drejtorëve të paktën nuk janë aty se janë ekspert të çështjeve. Aty janë aty sepse janë ekspert të Partisë Socialiste në një farë mënyrë. Janë mbështetës së Partisë Socialiste, janë të prodhuar nga Partia Socialiste si drejtues lokal ose drejtues të institucioneve lokale, siç është Bashkia e Tiranës, që është natyrisht që nuk është thjesht një institucion lokal, është një institucion që drejton kryeqytetin dhe kryeqyteti është gjysma e popullsisë së Shqipërisë. Kështu që duket qartë që Rama shkon atje për të siguruar ose për të vijuar interesat e tij, të cilat lidhen natyrisht me bizneset të mëdha që zhvillohen në Tiranë, dhe sidomos bizneset të ndërtimit, ato bizneset të cilat në fakt Bashkia e Tiranës nuk mund t'i realizonte dot që prej një vendimi që ka marrë Këshilli i Ministrave para pak kohësh, të cilin anuloi e riktheu sërish i riktheu kompetencat pas arrestimit të Veliajit në shkurt. Por ndërkohë lidhen edhe me funksionimin e dy agjencive, domethënë qoftë agjencia e privatizimit, qoftë agjencia e investimeve strategjike, qoftë një agjenci tjetër e cila merret me menaxhimin e pronave publike, përmes cilave do arrijë të ndërtojë të ketë ndërtime të një niveli krejt tjetër në Tiranë. Por një gjë duhet të theksuar. Edi Rama nuk ka asnjë tagër ligjor për të shkuar te Bashkia e Tiranës. As atë natë që u arrestua Erion Velia, as
më vonë dhe as natyrisht të kryej këto veprime të cilat ende nuk janë të konfirmuara zyrtarisht, veprime të cilat vijnë ndesh me ligjin. Tani, Velia e shkarkon. Pushteti lokal dhe pushteti ekzekutiv janë dy pushtete të ndara. Dakor. Ai ka vetëm një kompetencë se Dirama ndaj Rajon Veliajt mund ta shkarkojë atë. Siç ka vepruar me kryetarin e Bashkisë së Lushtrës. Nuk e ka bërë dhe duket qartë pse nuk e bën. Nuk e bën sepse nuk i intereson që Bashkia e Tiranës të futet në zgjedhje lokale ndërkohë që jemi në zgjedhje parlamentare. Dhe nuk e shet veten si thua, të përgatitur për të përfshirë edhe në këtë garën tjetër. Kjo e para. E dyta, emërimet e zotit Rama janë fake që të gjitha, janë jashtë ligji. Si zoti Rama mund të shkojë kushdo. Domethënë raportet e zotit Rama me Bashkinë janë si raportet e secilit prej nesh me Bashkinë e Tiranës. Përballë, nuk ka lidhje partia këtu. S'ka lidhje fare. S'ka lidhje me Tiranën. Ka struktura e Bashkisë së Tiranës, ta Rezi pak para, është kryetari i Bashkisë, është Këshilli Bashkiak. Këta të dy e menaxhojnë këto dy funksione e menaxhojnë Bashkinë e Tiranës. Të gjithë ne të tjerët, duke filluar nga kryeministri e deri tek ne që jemi këtu, jemi njësoj përballë këtij pushteti që reflektohet nga Bashkia e Tiranës. Do të thotë se nëse ka shkuar mbrëm me Dirama dhe ka anulluar vendime përmes dhunës verbale. Edhe e fuqisë së tij të pushtetit, secili prej nesh mund të shkojë dhe mund të caktojë, mund të shkojë Rezi sot Bashkia e Tiranës, mund t'i thotë atij një firmë, i thotë atij policit të Bashkiak do futen pak këtu se kam një punë dhe i thotë protokollet hiqe pak të Ristanin, sepse kam unë një propozim tjetër për ta bërë. Fuqia e Ramës për ta bërë këtë gjë është njësoj si fuqia jonë. E kuptova. Në këndvështrimin në raport me ligjin. Kështu që nuk të gjitha këto janë procese të cilat të reflektojnë, së pari reflektojnë që faktin që në Shqipëri ne nuk kemi shtet. Sepse po të kishim shtet, në momentin që atë natë ka shkuar Edi Rama dhe ka mbledhur Bashkinë dhe ka caktuar zëvendësin e zotit Veliaj, duhet të kishte reflektuar instancat ligjore të Shqipërisë. Ne prandaj kemi gjykata, kemi prokurori. E çfarë duhet të bëjmë? Secili prej prokurorëve mund të nisë një çështje kryesisht për shkelje ligjore. Secila gjykat mund ta konsiderojë këtë, sidomos gjykatat administrative mund ta konsiderojnë këtë si shkelje administrative. Por në momentin kur Rama cënon ose detyron me fuqinë e tij, e cila nuk është fuqia e atij institucioni, por është një fuqia e një institucioni tjetër, detyron dikën në protokoll, dikën në administratën e Bashkisë të kryejë veprime, të cilat nuk janë konform ligjit, atëherë Rama mund të merret kryesisht si i pandehur nga secili prokuror në Shqipëri. Po pse s'ka ndodhur kjo? Se kemi dy orë. Po kjo është problemi, pra. Nuk është problemi. Deputeti kemi avokat. Nuk jenë atë shkak. Mund të diçka? Po. Kjo është një faj, do ta quaj unë dhe një neglizhencë, është një faj edhe organit akuzës, kësaj radhe Spaku, për arsye se se pra jepet një vendim ekstrem pikërisht për mos prish provat. Me faktin që ka bërë dje me firmosin e urdhrit për zëvendësimin e saj, do të thotë që ti po jep mundësi të prish provat me anë të njerëzve që ai emëron nga qelia. Kjo do të thotë që do të kishte edhe një urdhër pezullimi nga detyra ose nga funksionet e tij krahas vendimit të arrestit në burg, ose është e pakonceptueshme pastaj që ai firmos urdhra nga burgu. Do të thënë, logjika kur jepet një masë ekstreme si arresti në burg, pikërisht kjo duhet të jetë dhe është që ai mos ketë mundësi të prishi prova. Si ato akte që mund të ketë trajtime të tjera ose prova të tjera në bashki, ose të intimidojë dëshmitarë. Kam përshtypjen që është kompetencë i buron nga zgjedhja e sekretari i bashkisë. Nuk është e mundur kjo për shkak se ligji e kufizon pezullimin nga detyra për të zgjedhurit vendor. Nuk është e mundur për zgjedhjet vendor që ti të aplikosh njëkohësisht dhe masën e arrestit dhe masën e pezullimit nga detyra. Duhet të jetë funksion publik, por jo i zgjedhur vendor. Është tek atë pamundur, nuk ta lejon ligji këtë gjë. Për sa i përket pezullimit. Është ngersh pra te kjo pjesë të nisë. Që Rama i ka marrë gjithkohës kompetenca kryebashkiakëve kjo dihet, sepse të gjitha lëndëtimi kalojnë nëpërmjet tij tash. Kalon një sipërfaqe dhe ky ka hequr të gjithë kompetencat dhe është bërë mret, se firmos se bulos gjithë ai. Por dhe te kjo pjesë, kjo është një luftë nervash politike me të thënë drejtën, që po ndodhet midis të dyve. Inshallah ndodh me gjitha ministritë dhe me gjithë të tjerë që janë arrestuar me të drejtë. Ja e mirë, me inshallah dini ju. As mos bëni asnjë deklaratë si parti, qëndroni me inshallah e syt nga Zoti, po puna është jo deklaratë. Ka një fakt shumë interesant që është fakti juridik.
Ajo që themi ne është që zoti Rama po pengon zbatimin e një shkresë që shkresa zoti Velie për ndryshimin e administratorit bashkisë, delegimit kompetencave. Kjo është ajo që është po diskutohet. Ca ndodh? Në momentin që ajo shkresë ka dalë dhe është bërë publike, ajo shkresë është fakt i njohur botërisht, te ka filluar të prodhojë efektet juridike. Dhe që nga momenti ku ajo shkresa ka dalë sot mediatikisht me firmën dhe vullin e zotit Velie, ajo shkresë e vlefshme juridikisht. Dhe si e tillë, zonja Goxhaj, që nga momenti kur ka dalë publikisht shkresa, duhet filloj të firmosi çdo shkresë që del nga Bashkia e Tiranës. Kështu që nëse mbas atij momenti na del një shkresë me firmën e zonjës Shristani, atëherë jemi në shkelje ligje dhe do është tjetërsim kompetencash. Dhe është, jo, është vepër penale. Vepër penale, pra. Se është ushtrimi i funksionit publik. Është ushtrimi i funksionit publik i cili nuk është miratuar, që do të thotë zonja Shristani nga momenti që ka dalë shkresa e zotit Velie publikisht, pavarësisht është regjistruar apo jo në protokoll, se kjo nuk ka asnjë vlerë. Protokolli është një element që thjesht tregon që kjo shkresë është futur dhe është regjistruar në Bashkinë Tiranë, por nuk i jep pastaj vlerën juridike. Vlerën juridike i jep firma dhe vula. Ajo shkresë ka dhe firmë dhe vulë dhe si e tillë i prodhon efekt juridike. Ne dim dhe kemi parë që ka disa media e kanë votuar kolegët atë të Veliajt. Po nuk dim pastaj se çka ka ndodhur natën aty kush ka shkuar. Protokolluar apo s'është protokolluar? Dgjoj. Doli shkresa si e ndalon Rama? Nuk e ndalon dot. Tani protokolli e ka një kështu se dëgjoni. Kush do e marrë atë letër? Atëherë një sekond, se ka një flasim juridikisht. Juridikisht në moment që është firmosur dhe është zhvulosur shkresa dhe ka datë dhe ka dalë publikisht, është fakt i njohur botërisht e ka dhënë ajo efektin juridik të saj. Absolutisht është fakt, po protokollohet apo nuk protokollohet nuk e pengon zbatimin e shkresës. Është e lidhur me marrjen e DNA, kam përshtypjen. Ka lidhje me kush do të ato që kanë marrë DNA publikisht, nuk e marrë DNA që të gjithë. Shpejt, nuk bëhet se ka pasur urgjencë me firmos brenda natës, se sot ka plas gjëra. Kush do firmosi, çfarë do firmosi? Velia i ka firmos sot personi ka kompetencë që tha aty kush është personi i deleguar për ushtrimin e funksioneve të kryetarit bashkisë nga dita e sot me mëngjes është zonja Sara Goxhaj. Kështu. Çdo person tjetër që firmos. Jo Anuela Aristani, se është shkarkoi. Çdo person tjetër është fuqizuar, por nuk ka tagra. Ai që ja ka dhënë tagra te thotë nuk dua unë. Mund të thotë çfarë doj Rama. Mund të thotë çfarë të doj Rama. Sa kohë nuk del një shkresë tjetër me firmën e Velie që kthen prapë Ristanin. Kjo histori është e mbyllur dhe zonja Ristani nuk mund të firmosi as edhe një shkresë. Tani ne jemi këtu ke betejë politike besoj, se këtë e zauron kthupi qartësisht. Tani ne do të shohim atë se çfarë realisht do të ndodhë. Sa e rrezikshme është kjo brenda Partisë Socialiste? A ka vepruar Erion Veliaj i vetëm, se shohim që ka dhe qëndrimit e kësaj natyre, dardhat pas shpine, unë nuk firmos, ose një herë kur patëm komision, kryeministri tha, unë firmos, nuk mund të lexoj të gjitha se çfarë ka tani. Që Erion Veliaj nuk ka punuar vetëm, kjo është një fakt i njohur botërisht për shkak se edhe i pranuar botërisht, jo vetëm i njohur. Që drejtorët e tij janë aktualisht në akuzë dhe janë dënuar një pjesë për shkak të dosjeve 5D dhe të tjerë. Sepse kemi 5D është një dosje, por ka dosje e incineratorëve dhe janë dhe të tjerë në hetim. Pra për çështjen e teatrit kombëtar dhe për Eko Tirana Ndrangeta, që është një dosje tjetër paralele që po hetohet nga SPAK. Fakti që zoti Veliaj në disa raste ka shkarkuar në masë nga 20-30 drejtor, ka shkarkuar kabinetin e tij, do thotë që ai nuk ka qenë komod të punonte me këtë staf, i cili ka qenë në rastin më të keq i komprometuar dhe rastin më të mirë i paaftë për të bërë ato detyra që i kishin ngarkuar, i ka ngarkuar kryetari i bashkisë. Por Bashkia e Tiranës është domen i kryeministrit politikisht, sepse është bashkia më e madhe brenda qarkut apo qarkut politik, e cila prodhon 37 deputet. Pa infrastrukturën e Bashkisë Tiranës, po themi që PS-ja dhe PD-ja është me armë të barabarta tek qytetarët. Pra, nëse nuk ka drejtoritë e ndryshme të parqeve, rekreacionit, ujësjellësit, tjerë që nuk janë të angazhuar me Partinë Socialiste, ata janë një parti si gjithë partitë e tjera në fushat. Por kjo nuk është e vërtet. Kryeministri Rama ka bërë mbledhje me drejtorët, me drejtuesit e Bashkisë Tiranë, pikërisht për këtë gjë, për t'i inkurajuar për të punuar për Partinë Socialiste, sepse do kenë
benefitet më pas në ndërtimin e tij apo në ndërtimin e njerëzve të tij që do jenë kandidat dhe do zgjidhen kryetar bashkie. Pa ai po ja projekton të ardhmen, duke ditur dhe historikun politik të tij. Sot Edi Rama qeveris shtetin me 25 ish drejtorët që ka pasur në Bashkinë e Tiranës, duke filluar nga ministrja Balluku që ka qenë drejtoresha e tij, nga Olgerta Manastiliu që ka qenë drejtoresha e tij, nga Malinda Luka që është po ministre drejtoreshe e tij, po Blendi Gonçi që ka qenë nën kryetari i tij, Mimi Kodheli që ka qenë nën kryetari i tij, po që është në Partinë Socialiste. Andi Seferi janë 25, unë i kam numëruar njëherë, i kam shënuar me emra ku janë ata në OSHE, në gjitha postet kyçe të drejtorive të përgjithshme, por ai ka marrë stafin e drejtorive që ka pasur nga 2000 deri në 2011 dhe i ka transferuar në qeverisje. Dhe jo projekton karrierën këtyre aparatçikëve të ri të Bashkisë së Velia dhe i thotë që ju do replikoni modelin e mëparshëm dhe ata normalisht që midis ofertës që ju jep Velia nga Qelia dhe ofertës që ju jep kryeministri, mendoj që do jenë pak të mençur të zgjedhin kryeministrin në kuptimin e interesit të tyre politik dhe të karrierës. Më pas nëse ata do jenë si Sara Goxha e si Dokushi që janë njerëz të ngritur në karrierë nga Velia, do kenë shenja besnikërie dhe do vazhdojnë të prodhojnë. Por unë nuk mendoj që këto figurat që ne përmendim për herë të parë, nuk mund të mbajnë dot as peshën e pushtetit të Bashkisë Tiranës, as peshën politike të Bashkisë Tiranës. Ata janë njerëz që hidhen në diskurin publik për të shantazhuar, për të intimiduar apo për të bërë pak zhurmë për një negociat tjetër. Por nuk besoj që edhe sikur të jetë zonja Sara Goxha kryetare në detyrë apo dikush tjetër, nuk mendoj që do dali jashtë linjës apo jashtë vijës së Partisë Socialiste. Koreshi, a sjell kjo në gjykimin tuaj si politikan një përçarje brenda radhëve të socialistëve, ai sa e njihni se ju jeni dhe kolegë, përveç se përgative politike dhe komunikoni me njëri tjetrin? Unë e uroj shumë, por edhe nga zërat që dëgjohen në kanalet tona, patjetër ka një çarje të situatës dhe të gjithë mbështetës Veliaj, se ai fatkeqësisht do ta quajë për politikën, ka dhe ai besimtarët e vet, ata që disa deputet që i ka vendosur, siç ka vendosur disa ministri, pak në perceptim dhe në kanalet tona kjo është e ditur tashmë. Unë mendoj që ata kanë marrë një goditje si shikojnë për lista, nuk janë pjesa ndërmuese e tyre, nuk janë për lista si që ata që sjelltarët e zotit Velia. Kështu që mendoj që patjetër që do ta japi një goditje. Është ajo perceptimi që ai kurs ka bërë, e tha zoti Lida, kurs, kjo është ditë botërisht që s'ka bërë asnjë hap pa Edi Ramën. Në të mirë në të keq, pra, me dashje se pa dashje, i sforcuar apo jo, por e ka bërë patjetër në vijën që do Edi Rama. Ju mani mend që i thotë qa urdhri i jepte, që nesër 4 mëngjesit të lyesh me vrap shkallën. Pra, një njeri, një fylle publike, vetëm ai mund të bëhet edhe një figurë si Elion Velia, pra potencë që ka bërë njerëzit me lekë, se që është me leje ndërtime ka bërë 20 miliarder në Tiranë me mire leje ndërtimi, me të vërtetën, besoj se mund të përtynte vetëm Edi Ramës. Kështu që në këto kushte mendoj që një luftë të ftohtë patjetër që është, duke ditur që ja din forcën njëri tjetrit aty për se si mund ose ja din dhe sekret nëse kanë apo jo kupertur politike për spakun, që ata ja din mirë të hollësira njëri tjetrit, sepse gjithë besoj kanë ndërhyrë gjatë proceseve të vetimit ose të reformimit të kësaj të drejtësisë së re. Kështu që në këto kushte ndjehet të zgjënjur ose i marr përveç marrjes kompetenca, po i zgjënjur se ndoshta nuk ka dhënë asnjë ber, ose siç është kjo tjetër që një pjesë të drejtorëve të tij Edi Rama tashmë ka bërë për vete dhe ka lënë vetëm trumb pa krah. Unë nuk e kam parë Erion Veliajn asnjëherë si një aset të fortë elektoral në kuptimin e mbështetësve. Ai ka qenë aset elektoral i fortë për shkak të mekanizmit që mbartë dhe ky mekanizëm ishte implementuar te Bashkia e Tiranës ose ishte i punësuar te Bashkia e Tiranës. Njerëzit e punësuar te Bashkia e Tiranës nuk janë njerëz që janë punësuar nga Veliaj dhe janë përzgjedhje e tij. Njerëzit e punësuar atë janë përzgjedhje e Partisë Socialiste kryesisht,
në pjesën më të madhe, dhe natyrisht pjesa e cila është mbi 6.000 punojnës, 5.000 punojnës, 6.000 punojnës që kanë qenë deri në 2015 janë njerëz të sugjeruar nga strukturat e Partisë Socialiste. Unë thua që mekanizmi i patronazhimit, i cili funksionon në gjithë Shqipërinë përgjatë fushatës elektorale, në qoftë lokale, qoftë parlamentare, për Partinë Socialiste, është një mekanizëm i cili në Tiranë, është i lidhur me Bashkinë e Tiranës, por nuk është i lidhur me Erion Velinë. Erion Veliaj ishte i rëndësishëm për shkak se e menaxhonte këtë gjë. Në momentin kur ai nuk ka në dorë ta menaxhojë, nuk mund ta dobësoj. Okej, mund ta dobësoj pak, por nuk mund ta dobësoj shumë aq sa të krijohen ose të ndërtohen ndjeshmëri të reja brenda Partisë Socialiste. Nuk besoj se Partia Demokratike apo partitë e tjera të opozitës do të presin ndonjë farë produkti esencial ose një produkt i cili dhe mund ta bëjë diferencën nga kjo përçarje. Ajo çfarë nuk do të maksimizohet, po thua për të çuar benefitet e kundërshtarit politik. Nuk do ketë ndonjë output të madh sa për ta ndryshuar rrjedhën e votës ose për ndryshuar edhe mekanizmin. Mekanizmi është dobësuar më herë që me arrestimin e 5D-s, e cila ka qenë baza e këtij mekanizmi. Por megjithatë ai mekanizëm funksionon në gjithë mekanizmi. Funksionon sepse është përveç se patronazhimit të Bashkisë së Tiranës në Tiranë, ka dhe patronazhimin duke qartë që ka ekzistuar dhe patronazhimi i kryeministrit dhe i ministrave të tjerë, të cilët kanë ardhur nga Bashkia e mëhershme e Tiranës. Kështu që duhet patur kujdes dhe duhet ndërtuar, ka një entuziazëm, ju mund mos ta përktheni mund ta përktheni në pak entuziazëm këtë që ka ndodhur midis Ramës dhe Veliajt, po kjo nuk do t'ju bëjë që të ulni atë ritmin e punës se kam e koreshën tani. Për të menduar se diçka është shkatruar atje. Nuk është shkatruar. Unë sërish këmbgul që ajo çfarë bën Rama, për të cilën edhe Rama vetë është tërësisht i koshient se është antiligjore ajo që po bën, dhe do ndëshkohet për këtë lëvizje antiligjore, ka lidhje drejt për drejt me biznesin. Nuk ka lidhje thjesht me angazhimin e strukturave të bashkisë në fushat. Ato janë të angazhuara, edhe në qoftë se është Erion Veliaj, edhe në qoftë se nuk është Erion Veliaj, ato janë të angazhuara, kanë qenë të angazhuara. Ne e dimë që Partia Socialiste është një parti strukturash, nuk ka vujtur nga strukturimi. Dua të sjell një element, po gjithnjë duke dashur të jem shumë korrekt, se nuk e kam të konfirmuar zyrtarisht, por meqense bijem dakord që ne po analizojmë të gjitha ato se me çfarë po përballet politika, më lejoni ta them, dhe këtë jam korrekt, besoj, Neza, edhe si profesor. Tani, po lexoja që Rama pas ka emëruar Jonida Halilin. Veliaj urdhëron t'i ndalohet hyrja. Pyetja është si. Se duhet ndalosh një sekondë. Rama ka emëruar Jonida Halilin. Si. Tani, e kupton ti që unë po lexoj... Po sepse lërë ta lexoj. Se tani më duhet e plot gjëja, po lexoja. Pra lufta është titulli, Rama emëron Jonida Halilin, Veliaj urdhëron të ndalohet hyrja. Bëhet fjalë për burimet, bëjnë me dije se Rama pas shkarkimit të Alban Dokushi, sekretari i përgjithshëm ka emëruar Jonida Halilin në këtë post, e cila më parë mbante postin e zëvendës kryetare të bashkisë. Se të gjithë duhet të njohim këto pozicionet. Atëherë sekretari i përgjithshëm. Po shtetë e funksion. Po janë emërime prapë këto, po flasë për sagën e zhvillimeve të brendshme. Të gjithë janë të palishme. Se Dokushi nuk është se Dokushi janë të palishme, mund t'i bëjë Rama, kurtu. Është me burime, se dua të jem shumë kujdesshëm. Nëse burimet janë sakta, do të thotë që Rama po e zhvesh zotin Veliaj nga të gjitha funksionet apo të gjitha, le të themi, njerëzit ose personat e afërt të cilët do të mbanin krahun e tij në këtë betejë. Po vetëm do ta theksosh që është e palishme kjo që po bën Rama. Nëse është e palishme, është vepruar. Jo, ai e ka bërë ndërkohë, e ka bërë me Ristanin më herët, domethënë. Jo, me Ristanin e ka bërë zoti Veliaj. Tash themi sinqert. Shkresën e zonjës Ristani ka firmos zoti Veliaj, nga e njëjta qeliku ka firmos edhe shkresën e zonjës Goxhe. Kështu që në atë pikë është ka pas përkim vullnetesh. Në atë moment të parë, vullneti i Ramës dhe vullneti Veliajt përkonin në të njëjtin person që ishte zonja Ristanit. Ky momenti tjetër është ky momenti ku janë çarë, janë ndar vullnetet. Nuk kanë më të njëjtin vullnet për bashkët. Nuk duan më të bashkë qeverisin. Kemi të qartë që Rama as emëron as nuk shkarkon njeri në Bashkinë e Tiranës. Rama përdor mekanizmat e Partisë Socialiste brenda Këshillit Bashkiak për të emëruar apo shkarkuar apo brenda Bashkisë Tiranës. Do të mbledh Këshilli Bashkiak ose shmbledh Këshilli Bashkiak. Jo, po ajo që mund të ketë ndodhur, dëgjoni tash se këto janë kur ti e ke bashkinë, ke dhe protokollin, ke dhe vullin, ke dhe firmën, ç'a bën? Thret këtë që është nënkryetare e bashkie, zonja Ristani që e ke emëruar, thosh shkarkoj pak sekretarin e përgjithshëm dhe emëro Ladin që e ke shok. Dhe pastaj kështu
Kështu që kjo, atë që ka Gjysore një para shkresës me lije. që ka një luftë të brendshme, tash nuk është e kollë ta themi që është Të vetëm mund të lexojmë pra për momentin. është luftë e hapur, nëse deri tani Është e ke hapur, pasur deri tani nuk ka luftë qenë në kaq- Rrogos ku nuk kuptohej se kush e ushtronte drejtimin e Bashkisë Tiranë realisht. Sot jenë kurrë të luftës hapur, ku zoti Velia po përpiqet të ruaj presionin apo ndikimin që i ka në Bashkinë Tiranë, zoti Rama po tenton ta zhvesh nga ky ndikim, duke lënë fillikat përpara Spakut. Kjo është tabloja aktuale, se si do shkojnë ngjarja, se kush do dalë fitimtar nga kjo lufta, ne ngelim mbetet për të parë. Ajo që mund të themi është që e para punës, kjo është krejtësisht kundër çdo parimi kushtetues. Kundër çdo parimi kushtetues. Nëse këto gjëra ndodhin, zoti Rama nuk ka dhe nuk respekton asnjë standard apo parim kushtetues në lidhje me autonominë e vetë qeverisë vendore. Këtë gjë e madhe që e themi. Një nga këto gjëra që duan të ajo Europa ku thotë që do shkojë. Po, Kam një vëshkim pak zoom out, sepse është hera parë në 30 vite që ne nuk po shikojmë një fushat elektorale thelpsore apo programore Oferta e qytetarëve në funditës. jemi të detyruar të komentojmë Edhe kjo formë oferte është. bisedat apo konfliktin që ka shpërthyer sot dje midis Ramës e Veliajt, po flasim për video telefonatat, video mesazhet zotit Basha me zotin Rama, akuzat e zotit Berisha ndaj të dyve, ndaj të treve. Pra vetëm për fushat politike, për zgjedhjet parlamentare ne nuk po shikojmë. Por çfarë do ndodhi me Por qytetarët? është hera parë që 50 ditë përpara ditës së zgjedhjeve, qytetarët po futen në një telenovel. Jo turke, indiane. Telenovel shqiptare Meksikane. dhe nuk dihet se si do shkojë kjo. Do ta mbajnë dhe 50 ditë me këtë formulën e ping-pong gjëve, apo do kemi Dhe kush është më e bukur? Kjo e sotme apo ajo e Bashës që këndon? sa i ka kënduar shumë, po cilë prej Ka këndu 2 herë të fundit. të këtyre të unikatilit ato janë një mënyrë për të rifaktorizuar në skenën politike. Apo po i shërben Ramës, si mendon se shumë kanë trajtuar ti. Nga shifrat që kemi parë në këto rrjetet sociale, po flasim për 1.5 milion view, do të thonë që të paktën 1 në 2 shqiptare ka parë. Se Koreshti ne ka qeshur, a Koreshti si qeshti për këtë. Jo, do thonë, realisht ne nuk po shikojmë, do shta jemi dhe një moment ne që po degenerojmë dhe nga pikpamja intelektuale dhe si shoqëri, për shkak të shpopullimit edhe të profesionistëve dhe të shtresës mesme, dhe këtu tani ka ngelur ky substrat kulturor të cili du t'ju flasësh me këtë gjë, sepse e kam provuar partitë mëdha edhe në 2021, edhe më parë, t'i ofronin taksën e shesht, t'i ofronin një plan për rikthimin e pronave, çfarë nuk kanë ofruar në mënyrë serioze. Por qytetarët nuk i votuan. Dhe mendoj që kanë ndryshuar tani, kanë filluar një plan B ose një plan C, t'ju japin qytetarëve atë që kërkojnë. Dhe më duket se qytetarët po kërkojnë dëfrim. Jo, prit, mos shkojmë deri këtu, do presim se nuk ta bëjmë dhe ne një provokim në kuptimin që po jam dakord, por nuk e pranoj dot kështu se futemi të gjithë në po se po kjo po ndodhe, kuptoj, po lejmë një dritare Big Brother i politikës, tu njerëzit nominohen për shkuar në burg, disa eliminohen rrugës, disa është duke për të kthyer, siç është rasti i Bashës, ishte zhdukur për të kthyer prapë në Big Brother. Po Koreshti, pse këtë të Bashës doja një koment, se të kapi e qeshur për se patën në ekran. Se ti ke dhe komentet kështu epike, i ke ndryshe. Po jo, më kujtohet kënga e himnit, nga himnit ka lojtu negativ, ndryshim cilësor, rënjësor, të të. Sepse mund t'jesh, pa tjetër mund t'i ndjekësh to që në fillim, po duhet bërë që në senet, kuj themi këtej nga fshatit, bën që herët që më ke qenë fëmi. Jo mund t'i postojsh gjithë kohës jetës, se jo dhe flok krefur dhe tani bësh sportiv dhe unikativ. Kështu që unë mendoj që atentuar disa herë, një herë me himnin tek Selia dhe tani që na vjen sërish me vokal. E kemi tek mungesa e thelbit, do të thonë nuk flitet më seriozisht. Ka dëgjuar edhe Kuvendi
ka degeneruar edhe ministrit, ka degeneruar qeverisja. Para njerë ka degeneruar, t'jap të drejtë se kuvendi ka degeneruar, ose ka degeneruar kryeministri, ose të gjithë tjerë të rrinë. Jo, Koreshi, se kaloj buxheti për 4 minuta, jo vetëm për faj të kryeministri, për të jeni dhe ju fajtor. Për mua kjo është shumë... Ja, një sekund. Dakord. Të marrë përgjithësi për atë pjesë, jam dakord me ty, e kam thënë këtë, vazhdoj të them, por ka 2 vjetë e gjysë që kryeministri nuk vjen kuvend. Pra edhe pse kërkon opozita dhe pse i drejtohen me ju ignoron, se ja ka shprehur edhe kështu. Jo, nuk ignoron opozitën. Nivelin e përbërjes parlamentit. Ignoron gjithë popullin shqiptar, por nëse do vesh ka ndarë se ka një farë niveli ai, edhe ne jemi të tjerë për të ardhur keq, jam dakord me këtë pjesë. Po si jeni imponuar do t'i kishte gjetë ju mekanizmat? Si do t'imponohesh? Jo, mekanizmi është vetëm vota, që njerëzit për njeri që tallet, të gjithë shqiptarë, nga njerëzit në ndarë, për 12 vjetë, është kaq s'ke që bën tjetër më tepër se fjala, më tepër se argument, më tepër se denoncimi. Kur e zëvendëson fjalën me flakandan, i jep arsye kryeministit për mos ardhur në parlament, se nëse ju e mbani 6 muaj parlamentin me flakandan, dhe pastaj uleni për 30 minuta, miratoni ca ligji me kryeministrin, pse duhet vijë në parlament më? Parlament, kryeministri i Shqipërisë, çdo ministër i Shqipërisë nuk do të thyet me fjalë, me po si, jo, po kush është ai ligj që ne kemi firmos me kryeministrin? Amnistia penale. Me kryeministrin e kemi firmos. Ai është kryetari i PS-s, ai është kryetari i forcës tjetër opozitare. Me të njëjtin që firmosën dhe kodin zgjedhor. Është hera parë që ka një amnisti penale në Shqipëri? Jo, është hera parë që delirohen nga burgu njerëz që nuk duhet liruar. Amnisti penale në Shqipëri ka pasur dhe do ketë gjithmonë. Edhe kjo është e vërtetë. Po mirë, është vërtet. Okej, më thon, unë nga Spaku i marr shifrat, se nuk prodhoj gjë vet. Unë kur i marr shifrat i marr nga Spaku. Spaku më thot që janë liruar 140. E kam gabim unë, nuk kam probleme me kjo pjesa. Çështja është në logjikën. Parlamenti është vendi ku bëhet dialog. Nëse ju nuk bëni dialog, mos prisni që kryeministri të vijë. Se kryeministri vjen për të përballur me ide. Sa kohë në parlament nuk prodhohet asnjë ide, nuk prodhohet asnjë retorik, nuk prodhohet asnjë lloj politike. Po kam gabim, nga linja. Jo se nuk prodhohet asnjë ide, prodhohet shumë ide. Ne kemi disa nismë ligjore kemi ne të opozitës, pa fund që rrisyrtar që kur rrezik mandatin e 7 në vjen rada, pra ma 28 vjetësh në vjen rada që ato. Edhe pse kemi thënë se pushka, krushka, mushka, që dush i kemi thënë kryetar Komisionit Ligjit, si dush e kemi vënë emërtimit, tani vetëm të rrafin njerëz se s'ka në logjik tjetër, se nuk të kapë, këta nuk shpërdrohen detyre që nuk xhekan një nisëm të opozitës. Mund t'i kërkonit bushkës, që bashkë me miratimin e kodit zgjedhor të fuste në kalendarin e punimeve dhe gjitha ato ligjet që ju kishit për të miratuar. Se kur bëhet negociatë në parlament, negociata bëhet dhe për të marrë diçka mbrapsht, jo vetëm japim. Tani më dëgjoj. Mund të dëgjoj. Ti e di shumë mirë që dhe ty dhe mua si avokat, për shkak vetëm profesionit tim, që mendoj se do të jetë profesion, vazhdoj profesion në të ardhmen, e di mirë që se sa 10 apo 100 njerëz na marrin për t'i ardhur ndim nga amnisti. Ka dhe njerëz tjerë, njerëz që pa drejtësisht janë ndëruar për cigare ashash shumë më tepër se ai për Ital ashash, do të dini se funksionon. Zoti Koreshi, unë jam absolutisht shumë dakord me ty për gjithë njerëzit që duhet dilni nga burgu dhe për të që të miratoj amnistia. Por nëse ju kanë marrë dhe këta që ishin të dënuar nga Spaku, që të liroheshin dhe këta, pastaj është tjetër pazar. Nuk tha, përfitoj pra dënuar nga Spaku, emër konkret. Një që di ti që ka ikë nga Spaku. Nuk merre me emra konkrete, unë merre me një shkresë lëshuar nga Altin Dumani që thotë, zotërit dashur, personat që janë nën hetim apo dënuar nga Spaku janë 84 plus 100. Kaq. Është shkresë zyrtare, unë nuk prodhoj emra. Unë nuk jam njëri që identifikoj njerëzit se kush e fitoi. Ditë them se çam thotë drejtuesi strukturës posaçme. Po ti ke gjithë ministrat si këtë drejtorët e PSD-ve, kush ka ta ka përfituar për të them? Asnjë. Po, e bëjmë debat tjetër që të kemi kohë marrin dhe listat, edhe ne edhe unë që t'jem korrekt. Nëse shumë shkurt, dje në sy kryeministri Edi Rama e vlerësoj Dumanin, kështu u lexuava se nëse ju keni pikpamje tjetër, është tjetër gjë. Para prind është edhe këtyre dhe pam dyqasje. Kur u arrestua Veliaj, si u vu përballë,
Dhe çfarë ndodhi tani? Në çfarë kushtesh e shikon Partinë Socialiste me kryeministri Edi Rama përballë SPAK? Që t'ju marr nga një pjesë ta mbyll me këtë se s'kam shumë minuta. Qëndrimi i Partisë Socialiste përballë në raport me SPAK-un është një qëndrim i cili e bën Partinë Socialiste të pasinqert në raport me të. E bën të pasinqert qeverinë pra dhe Partinë Socialiste në të njëjtën kohë. Partia Socialiste praktikisht nuk ka dy qëndrime, as tre qëndrime, por ka vetëm një qëndrim dhe qëndrimi i saj është mundësisht të identifikoj dhe të implementoj mekanizmat e cilat mbajnë në kontroll prokurorin e posaçme. Ka momente, natyrisht disa nga vendimet që ka marrë prokuroria e posaçme kanë arritur ta çmontojnë deri diku kontrollin e kryeministrit, por megjithatë loja që bën kryeministri me tërheqje të sulmit dhe pastaj me vijim të sulmit është shantazh dhe është përpjekje e tij për të ruajtur kontrollin në ato segmente të SPAK-ut ku aktualisht e ka dhe për ta përforcuar atë. Tani se vin lajmet nga momenti në moment. Ka një akuzë shtuar për Erion Velia, nuk s'kam kohë, 3 minuta kam, po do ta menaxhojmë, thupim. Velia shtohet një akuzë në SPAK nga prokuroria e posaçme, ishte në prokurori sot. Ai kolegët thonë pritet përfundje të sendeve të ndaluara, duhet verifikohet edhe kjo nga kolegët, është ajo që lidhës së paraburgimit nuk celular e telefonit. Është e rëndë kjo? Asgjë për të shqetësuar. Një vit. Ndërmjet atyre që ka, kjo është Korreshi thot një vit. Është qershi mbi tort. Po ndohat të tërë tortën që është një 12-15 vjet, kjo është një qershi mbi tort, nuk i bën diferencë. Ata do respektojnë procedurën prokurorët, por ajo për cilën akuzohet Velia nuk ka domosdoshmë është asgjë në raport me ato që akuzohet. Problemi është aty është ai punonjësi i policisë i cili është në nënhetim për shpërdorim detyre. Sepse ja dha telefonin, ja mori prapë shpërdorim detyre, është ajo me veprim mos veprim. Sepse edhe i ka dohën po merren qafë dhe njerëz që s'kan lidhje fare me hallin e tij dhe kjo është. Apo pozicionohet kryeministri pro SPAK-u duke lëshuar Erion Velia pas deklaratave djeshme, shkurt nëse mundesh? Vështirë se ai pozicionohet pro SPAK-ut ku ka një 30-40 veta që janë në qelitë e tjera. Shpata kishte se Po tani i rikthehemi pak minutave më parë që po mungojnë argumentet, gjithçka është bërë kavardisur e përmbysur dhe të shpëtojmë çfarë mund të shpëtojmë. Domethënë ka rikthyer akoma integrimin evropian si çështje kryesore për fushatën e ka pas LSI-ja. Për mua strategji 11 majit, është absurde. Po korrekt ta mbyll. Për mua strategji, edhe pse duket sigurisht kaotik që njëri shan, njëri lavdëron, për mua strategji për ata që e urrejnë brenda ose se duan SPAK-un që janë gjithë atje. Ja kam thënë mesazhet që çështë SPAK-u, për gjithë ata të tjerë, pra ato numra që themi në gjithmonë që ka njerëz pozitivitet me sondazhin që duan SPAK-un, thotë ja shikosh ç'a bëjmë për SPAK-un. Pra, është puna kush do ta lexoj si doj, gjysmë plot apo gjysmë bosh gotën, por ai e ka qëllim strategji dhe nuk është kaotik në ato që thotë, por për të përmbushur të dyja pjesën për të ardhur sipas qefit, vetëm këtë. Faleminderit që ishit me mua sot në një temë e cila është delikate. Unë besoj kështu siç ka nisur do të jetë sërish kryefjalë, edhe pse do doja ashtu siç thotë Delita dhe shumë ftuar të tjerë që të flisnin për çështje edhe për oferta reale apo jo kthu. Edhe ti je besoj në këtë pjesë se po bën fushatën tënde. Kështu që do të mbitemi sërish për të diskutuar këtë çështje. Për sot faleminderit, ju që na ndoqët nesër zakonisht, ne takohemi në orën 10.